Zona që ndan fshatrat Grill dhe Boriqimall në Bashkinë e Malësisë së Madhe vjen të përballet me ndotje të konsiderueshme mjedisore, pavarësisht ndërhyrjeve të herpashershme për pastrimin e saj. Edhe pse institucionet përgjithëse kanë ndërmarrë disa aksione për largimin e mbetjeve, situata është rikthyer në të njëjtën gjendje problematike. Në këtë hapësirë janë grumbulluar sërish mbeturina urbane dhe inerte, duke krijuar jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rrezik për shëndetin e banorëve dhe mjedisin përreth. Depozitimi mbetjeve, kryesisht atyre inerte, është kthyer në një problem shqetësues në njësitë administrative, por edhe në zonat periferike të qytetit të Shkodrës. Një fenomen i tillë vërehet poshtë urës së Vrakës, fare pranë shinave të trenit, ku persona të papërgjegjshëm i hedhin këto mbetje, kryesisht gjatë orëve të natës. Për banorët e zonës, kjo problematikë mbartur duhet të marrë zgjidhje sa më parë, pasi situata sipas tyre bëhet e padurueshme, sidomos tashmë në stinën e nxehtë të verës, ku këto mbetje lëshojnë erë të rënd, po ashtu rrezikojnë të kthehen edhe në një burim infeksioni. Shkaktarët janë ato njerëz që vinë këtu natën, na hedhin me turinat, na bllokojnë rrugën, edhe nuk e dim se si mund na me zgjidh këtë problem. Çfarë mund të bëhet këtu? Si mund t'i vetë në gjë për me ditë se kush vjen e kush i hedh me turinat këtu? Kjo është shumë shqetësuese, me thënë drejtën, po se këtu kaloj thuj për ditë, jam banor këtu, japin aromë të keqe, sidomos tash gjatë verës. Menaxhimi i mbetjeve vjen të jetë një sfidë për institucionet vendore, ndërkohë që nevojitet një plan i qëndrueshëm dhe masat konkrete për të parandaluar rikthimin e ndotjes në këtë zonë.